Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kur thot Allahu Dhul Jalal, "Waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara", kush ban sa një grimc atomi prej të mirave ka për ta pa. Imam Kurtubiu rahimullahu taala në tefsirin e këtij ajeti thot, mos e nënvlerëso asnjë vepër të mirë e cila të jepet mundësia ta bësh. Sepse ajo vepër e mirë e vogël në syrin tanë mund t'jetë shkak i shpëtimit tanë, mund t'jetë shkak i ngritjes së gradave tuja, mund t'jetë shkak i mbi peshimit të krahut të djathtë të peshorës. Nga ky ajet o vllazën të dashur besimtar, e kuptojmë një gjë, që gjithë kohën që kemi në disponim, ditët, mos flas për vitet, muajt e javët, po ditët e orët e minutat, duhet të shfryzojmë të mbushim ato me vepra të mira, edhe pse në syrin tonë ata duken të vogla. Sepse një vepër për të vlerësuar te Allahu Dhul Jalal nuk është më rëndësi vetëm sasia dhe madhësia e saj. Para se gjithash, ma me rëndësi se kjo është niyeti, qëllimi për cilin ne e bëjmë. Ajo që ne në gjuhën e fesë e quajmë sinqeriteti, qetë e sinqert, e pastër, e dëlirë, vetëm për Allahun e madhërishëm. Andaj dietarët e mëhershëm kanë thonë, sa punë të vogla i ka rit niyeti i pastër i sinqert, dhe sa punë të mëdha i ka zvoglu niyeti i pasinqert. Andaj, nga ky ajet që na e filluam këtë këshill, këtë porosi, është shumë më rëndësi që ta marrim këtë mësim. Mos i vlerësojmë veprat vetëm nga sasia dhe madhësia, por t'i vlerësojmë ato edhe nga sinqeriteti, po edhe ta shfrytëzojmë kohën, ta mbushim jetën me vepra të mira, se sikurse te gjunaat ato të voglat kur mbledhen edhe bëjnë një zjarr të madh dhe djegin njeriu, ashtu edhe te shpërblimet e vogla kur mbledhen e shpëtojnë njeriu. Allahu i madhërisëm na mundsoft të bëjmë edhe vepra të mëdha dhe të sinqerta, po edhe vepra të vogla të sinqerta, e këto dhe ato të bëhen shkak për të fituar mëshirën e Allahut, e mëshirën e Allahut ta fitojmë xhenetin inshallah taala.